Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin për ju fëmijë. Unë jam Melek Mustafa dhe do t'jam prezantuese e juaja. Emisioni për ju fëmijë është një emision shumë frymëzues dhe që jep hapësirë të rinjeve që zëri i tyre të dëgjohen. Në këtë studio kaq të bukur, të ftuar kam një vajzë e cila është shumë e talentuar dhe e zgjuar, e cila e don shumë shkrimin dhe leximin. Tanina, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që i ke pranuar ftesën time. Faleminderit dhe ju për ftesën në këtë ambient e emision kaq të bukur. A më shumë tregu se si po ndihesh momentalisht? Momentalisht unë po ndihem shumë mirë sepse emisionet për fëmijë dhe emisionet e tilla mua më pëlqejnë dhe më tërheqin shumë. Faleminderit që unë ju thash edhe shikuesve tonë të dashur se ti tani do të na tregosh edhe më gjerësisht për librat. A mundesh më tregu se kur e ke zbuluar se të dëshiron të shkruash një libër? Me shkrime unë jam marrur me shkrime që nga klasa e parë, por në klasën e 4 kam filluar që të merrem me libra dhe që të shkruaj libra, pra nga klasa e parë kam filluar me shkrimin për libra. Si ndihesh ti kur shkruan? Kur shkruaj, unë ndihem shumë mirë sepse ndjej që e gjithë imagjinata ime po vendoset në letër, pra ose në libër, dhe të gjitha mendimet që i kam atëherë, unë i shënoj në fletë dhe pastaj libri bëhet më i bukur me mendimet dhe imagjinatën që të vjen në atë moment. Unë tashmë e di dhe kam informata se ty të pëlqen shumë të shkruash dhe ke botuar libra të ndryshëm. A mund të shumë tregu se cili është libri yt i parë që ti e ke botuar? Libri im i parë është Familja e jashtëzakonshme dhe jeta e mirës, dhe aty tregon për një vajzë e cila quhet Mira, pra e cila është personazhi kryesor i atij libri, dhe tregon për aventurat e saj, jetën e saj dhe gjërat që i pëlqejnë dhe që ajo i bën për të argëtuar. A ka qenë ai moment emocionues kur ti e ke botuar librin? Po, momenti kur kam botuar librin tim të parë, ishte një moment shumë emocionues dhe në të njëjtën kohë nuk dija se çfarë të ndjeja, emocion apo nuk dija do të më vinte të qante apo të qeshja, sepse ishte një emocion shumë i përzirë dhe i mirë, por sigurisht që jam gëzuar shumë kur... Edhe nëse do të çoje, besoj se është shumë normale për shkak se ata do të ishin lot gëzimi. A mund të më tregu se çfarë mesazhi ke dëshiruar që ti të përcjellësh përmes atij libri? Përmes atij libri unë kam dëshiruar që të përcjell mesazhin që nëse ju keni ëndra dhe nëse ju dëni që ato të bëhen realitet, sigurisht që ju duhet të punoni fort dhe duhet asnjëherë të mos në vlerësoni çdo ndihmë që tjerë t'ja japin për t'i realizuar ato. A ke poezi apo dramë në atë libër? Në atë libër vetëm e kam një tregim, pra nuk është as poezi, libri nuk ka as kapituj, vetëm është një tregim ku tregon për jetën e asaj vajzës pra Mirës. Mira, a ka shkuar në shkollë, apo a mundesh më tregu më shumë për ti kësaj? Po, Mirën e kam paraqitur veten time tek personazhi i Mirës, pra të gjithë jetën time çfarë bëj, gjërat që më idhërojnë, gjërat që më pëlqejnë, çfarë bëj për të argëtuar, çfarë bëj në kohën time të lirë, e kam treguar tek personazhi i Mirës, pra libri ka filluar me atë duke përfunduar klasën e 4 dhe besoj që të vazhdoj edhe më shumë pra një seri me libra. Danila, po më pëlqen shumë si ide se ti veten tënde përmes një personazhi ke përshkruar, mendoj se është kështu. Po, bën. Sa kohë të duhet zakonisht për të përfunduar një libër? Zakonisht për të përfunduar një libër më duhet një vit ose një vit e gjysmë, por ndonjëherë ka edhe pauza. Po është normale për shkak se ty të duhesh që të imagjinosh, të mendosh. Çfarë t'inspiron ty që të shkruash? Mua më inspiron që të shkruaj për shembull ndodhit që më ndodhin ose gjërat e reja ose eventet që më ndodhin në jetën time, kur kam qenë duke shkruar librin, sapo që shkoj diku ose bëja diçka më të veçantë, e kam shkruar në libër. Dhe mendoj se do të ishte një ndjesi shumë e mirë, për shkak se ti ke shkuar diku, pastaj kur ke ardhur në shtëpi, duke menduar se do të arrish atë gjë me pasion dhe përkushtim, e ke shkruar një faqe të librit. Cilat kanë qenë edhe përkrasit e tu më të mëdhenj? Përkrasit e mi më të mëdhenj, sigurisht, ka qenë prindërit e mi, kanë qenë ata më kanë përkrahur shumë dhe më kanë motivuar që të vazhdoj librin, dhe sigurisht pjesa tjetër e familjes, por disa përkrahëse shumë të mëdhenj kanë qenë shoqet e mia që kur i kam treguar që unë do e bëj librin, ato janë gëzuar shumë dhe më kanë motivuar që ta botoj më shpejt dhe që të vendos që të shkruaj në libër shumë gjërat e mira dhe gjërat e mira që më kanë ndodhur.
Danina në më herët të pyeta për emocionet dhe tani dua që të lidhëm këtë. Mendoj se është shumë normale që ti të kesh emocione, por mendoj se emocionet më të bukura janë kur në prapaskin dëgjohen duart trokitjet e familjarëve të tu, të cilët janë shumë krenar me ty. A mundesh më tregu se si ndjehesh kur dikush lexon dhe vlerëson librat e tu ose shkrimet e tuaja? Unë ndihem shumë mirë sepse di që dikujt shkrimi im i ka pëlqyer dhe ndoshta e ka motivuar që edhe ai person të shkruaj ose të lexoj ose të bëj diçka tjetër për të cilën ai ose ajo ka ndëruar dhe kur shoqet e mia dhe familjarët e mi më përgëzonin dhe më tregonin që libri ka pëlqyer, unë jam ndier një gëzim shumë i madh dhe një lumturi shumë e madhe. A më të shumë të regu se si du ta përshkruaje ti vetën tënde si një vajzë që je shumë e talentuar për shkrim, si du ta përshkruaje si një shkrimtare? Unë du ta përshkruaja pra vetën time, du ta përshkruaja një vajzë që ka qef të merret me fusha të ndryshme, ka qef i pëlqen më shumë lëndë shkencore, i pëlqen edhe shkrimi dhe leximi, kam dëshirë që të mësoj gjuhë të huaja, kulturat e shteteve të tjera, astronomia, sporte të ndryshme, etc. I përmende se ke qef edhe të mësoj gjuhë të huaja. A lexon më shumë libra me gjuhë të huaja apo edhe shqiptar? Po, libra që kam lexuar më shumë deri tani janë shqiptar, ndonjëherë lexoj edhe ndonjë libër anglisht, por jam duke i mësuar disa gjuhë të huaja dhe besoj që kur ti mësoj si ti flas dhe si ti kuptoj ato gjuhë, besoj që do të lexoj edhe libra në ato gjuhë. A ka mundësi më tregu se cilat janë ato gjuhë? Po, për momentin unë jam duke i mësuar 10 gjuhë, të cilat janë gjuha spanjolle, portugeze, italiane, frënge, turke, gjermane, arabe, kineze, korane dhe japoneze. Wow, këtu janë shumë gjuhë dhe mendoj se do të ishte shumë mirë se ti të mësosh ato, pasi që ke edhe shumë dëshirë. A mundesh më tregu se a ke menduar ndonjëherë që të heqësh dorë nga shkrimi, edhe pse me shumë dëshirë nuk do ta bëja këtë pyetje, sepse nuk do të ishte mirë që ti të heqësh dorë nga shkrimi për shkak se është një pasion i jote dhe mendoj se në të ardhmen do të jetë edhe një profesion i jote. Po, edhe unë nuk është e kam menduar ndonjëherë të heq dorë nga shkrimi apo leximi, sepse shkrimi dhe leximi është pasioni im dhe hobi im më i madh që e bëj dhe kur e kam për të argëtuar ose në kohën time të lirë dhe mendoj që do të jetë ndoshta një profesion i arsyeshëm për mua që të shkruaj libra me poezi, me tregime, drama. Ne deri tani folëm për librin tuaj të parë që e ke botuar. Çfarë mesazhi do t'u jap vetë rinjeve që duan por nuk guxojnë? Po, mesazhi im është që nëse ju keni ëndra dhe nëse ju doni që ato të realizohen, sigurisht ju duhet të ndërroni, por përveç ndërrimit, duhet që ju të punoni fort që ato të bëhen realitet. Tani do të flasim edhe për librin tjetër tuaj. Të lutem më trego edhe për të. Libri tjetër imi quhet Një libër plot surpriza. Këtë titull e ka sepse ky libër, përndryshe nga libri i parë, i cili libri i dytë është vazhdim i librit të parë, ka më shumë personazhe të reja, disa gjëra të reja që lexuesit e librit të parë nuk e kanë ditur për mirën, gjëra më të ndryshme, personazhe të tjera, dhe por pak a shumë është i njëjtë sikur libri i kaluar, pra tregon gjërat që më bëjnë mua për të qeshur ose për të hidhëruar. Po, pasi që të dy librat janë njëri libër dhe pastaj tjetri është vazhdim i librit të parë, a janë kopertinat e njëjta? Kopertinat nuk janë shumë të njëjta, por në të dy kopertinat tregohet pra hija ose A ka tu edhe disa vizatime në mënyrë që të jetë edhe sa më e bukur edhe për fëmijët që nuk dinë të lexojnë? Apo në libër nuk është që ka shumë vizatime, vetëm ka shkronja, po disa shkronja më ndryshe, disa shkronja më të mëdha, për shembull kur është ndonjë fjali më ndryshe se fjalit e tjera dhe vetëm kopertina, besoj që është një kopertinë shumë bukur. Dhe unë mendoj dhe besoj se në librin tënd të ardhshëm do të kesh edhe ndonjë me ilustrime si aventura e gjëra të tjera. Si reaguan familja dhe shoqëria juaj kur e ke botuar librin? Kur e kam botuar unë librin dhe kur i kam treguar të gjithë u duken shumë të surprizuar pasi që i tregova, por sigurisht edhe të lumtur dhe më përgëzuan shumë dhe ndonjëherë më pyesnin që a ja kisha përmendur emrin e atë libër ose jo dhe më pyesnin për gjëra tjera në libër çfarë kam përmendur kështu, por sigurisht ata kishin gëzim për mua dhe ndjenin lumturi.
Tani mua më intereson, pashtu edhe shikuesve tanë të dashur, se cilat janë planet tuaja për të ardhmen. Për të ardhmen, unë kam ndoshta disa plane, por sigurisht plani që dua më shumë është që të bëhem shkrimtare ose poete, por edhe ndoshta të bëhem ndonjë doktoresh. Çfarë mendon ti për botën e letërsisë? Për botën e letërsisë, unë mendoj që është shumë e mirë dhe një ndër fushat më të mira në gjuhën amtare. Në gjuhën amtare tonë mua më pëlqen dhe gjithmonë kur mësojmë letërsi në lëndën e gjuhës shqipe, unë gëzohem shumë sepse mua më pëlqen shumë kjo fushë ose kjo pjesë e letërsisë dhe mendoj që letërsia shqiptare është e pasur me shumë autorë dhe poet, të cilët e kanë pasuruar fjalorin shqiptar dhe letërsinë shqiptare. Cili është autori juaj i preferuar? Autori im i preferuar është Agim Deva dhe Naim Frashëri. Ata janë autorë shumë të mirë, të cilat kanë shkruar vepra që mbahen mend goxha gjatë. Më duhet më tregu se ti pasi që e ceke edhe për gjuhën amtare se për ndryshe gjuhën shqipe të cilën e mëson në shkollë, edhe pse dën të mësuesh edhe 10 gjuhë të reja. A mundesh më tregu sa të ndihmon ajo her pas here që ta shkruash edhe librin? Po gjuha amtare ose gjuha shqipe më ndihmon për shumë fjalë të ndryshme ose tematika, por më shumë ma ka pasuruar fjalorin, prandaj dhe në libër kam përdorur fjalë që i kam mësuar në gjuhë shqipe, por sigurisht edhe leximi më ka ndihmuar sepse duke lexuar një libër, duke lexuar një tjetër, më ka ndihmuar që të pasuroj fjalorin dhe të përdor fjalë sa më të mira për lexuesit të librit. A mundesh tani me bo si një lloj përshkrime për promovimin e librit të parë, po ashtu edhe për promovimin e librit të dytë? Po, promovimi i librit të parë ka qenë shumë i mirë sepse kemi bërë në një sallë shumë të madhe dhe shumë të bukur. Kam thirrur familjar, shokët dhe shoqet, mësuesen dhe familjarët të familjes së ngushtë dhe së gjerë. Ato kam mbajtur një fjalim për të gjithë ata që kanë ardhur edhe disa media që të më intervistonin për libër dhe ka qenë një promovim madhështor me një fjalë, ka qenë shumë i bukur, por pastaj edhe promovimi i librit të dytë ka qenë edhe shumë i bukur, shumë i mirë sepse kemi përgatitur një akt skenik, sigurisht me ndihmën e arsimtarëve dhe me ndihmën e drejtorit dhe mendoj se ka dalë shumë bukur. Në atë akt skenik, mendoj se është lidhur edhe me dramatizimin që te ke bërë në librin tënd? Po, është lidhur akti skenik, janë shkëputur disa pjesë nga libri dhe i kemi performuar me anë të aktrimit para shikuesve që kanë qenë në promovim. Danina, a mundesh më tregu se si zgjedh ti titujt për librat e tu? Titujt për libra, ndonjëherë para se ta shkruaj librin, titullin e ndroj shumë herë, sepse nuk e di cili titull përshtatet më shumë. Por pastaj duke shkruar librin, në mes të librit apo nga fundi i librit, e gjej cilin titull ta përdori në bazë të çfarë kam shkruar dhe cila tematika më shumë i kam përdorur. Pasi që ti një vajzë shumë kreative, mendoj se ata janë edhe tituj shumë të bukur. A mundesh më tregu se a ke ndonjë vend ku ti shkon dhe do me thonë shkruan? Vendi që mua më pëlqen më shumë të shkruaj është banka ime, aty ku i bëj detyra dhe ku më vinë të gjitha inspirimet për të shkruar libra, për të shkruar shkrime ose poezi, por aty është vendi në të cilin i bëj pothuajse të gjitha shkrimet e mia. Çfarë do të thotë libri për ty? A e don ti shumë atë? Libri për mua do të thotë shumë një gjë shumë e madhe sepse mua që e vogël më ka pëlqyer shumë leximi dhe të lexoj libra. Librat kanë qenë gjëja ime preferuar dhe janë dhe më pëlqejnë shumë, por kur kam filluar që ta shkruaj librin tim, ka qenë edhe një gjë më e mahnitshme dhe tani kur i shikoj librat që i kam botuar, po 2 libra që i kam botuar, nganjëherë nuk e besoj as vetë që i kam bërë dhe sa herë që i shikoj ndihem shumë e lumtur. A ke tani ndonjë libër që ti dëshiron apo je duke e shkruar? Apo don të ta lësh si një lloj sekreti, por mendoj se tani unë dua që ti të na tregosh. Për momentin nuk jam duke shkruar asnjë libër, por planifikoj që ndoshta ta vazhdoj këtë libër ose nëse nuk mund ta vazhdoj këtë libër, të bëj një përmbledhje të poezive që i kam shkruar që nga klasa e parë deri më tani. Dhe t'i shkruaj t'i përmbledhje në një libër, të bëj pra një libër me poezi. Po, pra ti the se ose do ta bësh si një libër
si të ri, ose përndryshe do ta bësh edhe si një lloj përmbledhje të poezive pastaj që më shkruan nga cila anën më shumë. Ndoshta anoj nga ana që ta vazhdoj librin, sepse dua të tregoj gjërat e reja që më kanë ndodhur, sepse më kanë ndodhur gjëra më të reja nga përfundimi i librit që kam dalur të shkruaj. A mund të më tregu edhe për teknologjinë? A mendon se tani teknologjia po ja zën edhe vendin librave dhe a të duket kjo gjë e duhur ose e denj? Po, teknologjia sigurisht me të gjitha anët pozitive që i ka dhe që na ka lehtësuar shumë punën, ka edhe anët negative dhe njëra ndër to është që ne po e përdorim më shumë teknologjinë, pra po e shpenzojmë gati pothuajse të gjithë kohën në teknologji në vend se të lexojmë libra, dhe unë mendoj që kjo gjë nuk është e duar sepse leximi i librave na pasuron fjalorin dhe na zhvillon imagjinatën shumë. Por të ke shikuar pra telefona, tableta, pra duke përdorur teknologjinë sa më shumë, truri ynë nuk ka më imagjinat të zhvilluar dhe nuk jemi duke pasuruar shumë fjalorin, pra dhe unë shpresoj që të mos bëhet kjo gjë më e madhe dhe sigurisht të rritet numri i lexuesve që lexojnë libra ose që i pëlqejnë librat. Pra duaj edhe që ta ndaj një histori me ty po ashtu edhe me dëgjuesit tanë. Ka qenë dita botërore e librit për fëmijë dhe ne si klasë kemi përgatitur projekte të ndryshme, po ashtu ato është sikur edhe për teknologjinë, por unë kam dhënë mendimin se nuk besoj se teknologjia mundet me ja zënë me një farë formë vendin librit, për shkak se mënyra se si ti lexon në një libër nuk është edhe aq e bukur se si lexon ti në një platformë digjitale. Mendoj se ajo pjesa kur ti i prek faqet, pastaj e merr librin në dorë, mendoj se është një gjë shumë nostalgjike dhe mua më pëlqen shumë. Pra, si që cekë edhe ti që teknologjia i ka edhe anët e dobishme, për ashtu edhe anët negative, mendoj se teknologjia ose mjetet digjitale, platformat online, mendoj se ato duhet që të përdoren për të mirë, për shkak se neve edhe na duhen shumë, edhe mendoj se do të ishte shumë e mirë nëse ne do ta përdorim teknologjinë për të mirë. Danina, a mundesh më tregu se çfarë do t'ju thoje ti bashkëmoshatarëve tu? Si ndihesh ti? Bashkëmoshatarët e mi unë do i thoja që unë ndihem shumë e lumtur, pra pasi që kam realizuar ëndrrën time, nuk e kam besuar kur kam qenë më vogël, nuk e kam besuar që ndonjëherë kjo gjë do të bëhet realitet, por ja që u bë. Dhe jam shumë e lumtur, prandaj ju do të punoni fort dhe duhet të ëndërroni shumë dhe asnjëherë të mos ndaleni duke imagjinuar ose duke ëndërruar dhe duke besuar që ëndrat e juaja do bëhen realitet. A bën shkolla jote her pas here dhe orë letrare? Po, shkolla ime bën her pas here orë letrare, pra mblidhemi në disa nxënës të pothuajse gjithë shkollës dhe unë jam përzgjedhur që nga arsimtare, nga klasa ime që të shkoj në grupe letrare dhe aty unë kënaqem shumë dhe mësoj shumë gjëra të reja për letërsinë shqipe. Përveç teje dhe mua më pëlqen shumë që të shkruaj dhe të lexoj. Po ashtu edhe jam pjesë e orës letrare dhe me të vërtetë kënaqem shumë në ato orë letrare për shkak se në ato orë ne debatojmë, diskutojmë, lexojmë poezi, lexojmë esej të shkruara dhe nga vetna, po ashtu punojmë edhe projekte her pas here. Si për shembull unë kam punuar një projekt për ditën botërore të librit, edhe mendoj se ka dalë shumë bukur, për shkak se ne ato e kemi treguar se ne duhet që ta bëjmë librin shokun ton më të ngushtë. A mendon edhe ti kështu? Po, edhe këtë shprehjen pra që libri është shoku im më i mirë, dhe mua e kam dëgjuar që nga kur kam qenë më e vogël dhe gjithmonë më kam mbetur në kokë dhe më pëlqen mua shumë sepse libri është shoku im më i mirë, sepse gjithmonë e kemi aty dhe gjithmonë ne mund ta lexojmë kur të ndihemi më mirë ose edhe kur të ndihemi më keq, mund ta lexojmë pra në çdo mënyrë, në çdo kohë. Mendoj se edhe mua më jep shumë një rehati, një qetësi në shpirtin tem kur e lexoj një libër, për shkak se ne shkojmë për te imagjinatës. Danina, a ka ndonjë shoqe apo shok që ty të ka thënë se edhe jam shumë i gëzuar për ty dhe mendoj se ti do të vazhdosh kështu, por dua që edhe unë të shkruaj? Po, kanë qenë, pothuajse të gjithë pra rrethim i shoqërisë, me të cilët rri më shumë, kanë qenë shumë të mirë, edhe më kanë thënë që
për shembull shoqja ime e ngushtë dhe shoqet e mia të ngushta, më kanë motivuar më shumë dhe ato nuk është që duan shumë të shkruajnë, por atyre i pëlqen libri im dhe shkrimet e mia. Danina, dhe mua më pëlqen shumë libri jot, shkrimi juaj, po ashtu edhe që ti si një vajzë e vogël që ke qenë dhe nuk je ndalur me punën tënde duke shkruar libra, duke lexuar libra dhe duke na bërë edhe neve që të afrohemi sa më shumë me librin, duke bërë atë shokun më të mirë të jetës. Po ashtu mendoj se ti me përkushtim, dashuri dhe frymëzim do të na shkruash edhe libra të tjerë dhe në të ardhmen do të jesh një shkrimtare, besoj shumë e njohur dhe të uroj shumë suksese të mëtutjeshme. Faleminderit shumë dhe unë të falenderoj edhe njëherë që më ke thirrur në këtë emision kaq të bukur dhe unë të uroj suksese ty me emisionin dhe gjërat që ke dëshirë. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, po shkojmë drejt fundit të emisionit dhe ju falenderoj shumë që na dëgjuat mua dhe Daninën. Unë mendoj se kështu duhet të jenë shumë të rinj që zëri i tyre të dëgjohen dhe të kenë guxim që ëndrat e tyre t'i bëjnë realitet. Faleminderit shumë. Deri në emisionin e ardhshëm, ju përshëndes.